Ky është Samsung Galaxy A26 5G. Në videon e sotëm të flasim rreth specifikave të këtij telefoni, kam vënë re një detaj tepër interesant. Sigurohu që ta shikosh videon deri në fund. A26 ka një ekran Super AMOLED 6.7 inch, i cili ka një refresh rate për 120 Hz, ka një rezolucion 1080p dhe shkon deri në 385 ppi. Niveli i forcisë ekranit është Gorilla Glass Victus Plus. Telefoni vjen e pajisur në 4 konfigurime. 3 konfigurime janë me 128 GB hapësirë, ku fillon nga 4 GB RAM, 6 GB RAM që është versioni që po shikoni këtu në video, dhe versioni maksimal me 128 GB hapësirë vjen me 8 GB RAM. Gjithashtu kemi edhe versionin maksimal, versionin më të shtrenjtë të A26, i cili është versioni me 8 GB RAM dhe 256 GB hapësirë. Në pjesën e mbrapme, telefoni ka 3 kamera, ku kamera kryesore është 50 megapiksel, e cila ka një aperturë 1.8, kamera e dytë është 8 megapiksel, pra është kamera këngjër, ndërsa kamera makro është 2 megapiksel. Ky telefon mund të filmojë deri në rezolucionin 4K me 30 frame për sekond ose Full HD me 60 frame për sekond. Dhe maksimumi që mund të ofrojmë A26 është 10 herë. Përsa i përket kamerës së selfit, është 13 megapiksel, ka një aperturë 2.2 dhe mund të filmojë vetëm në Full HD, pra në 1080p me 30 frame për sekond. Dhe tani të shkojmë tek momenti kryesor i videos. A26 ka 2 versione. Versioni global, i cili vjen e pajisur me procesorin Exynos 13810 dhe versioni LATAM ose ndryshe Latin America i Amerikës Latine, i cili vjen e pajisur me procesorin Exynos 12810. Procesori Exynos 12810 është procesori që është gjendur tek modeli më parshëm Samsung Galaxy A25 dhe tek seria e më parshme A33, A53. Kështu që nëse do blini A26, sigurohuni që të blini versionin global të telefonit, kjo pasi vjen e pajisur me një procesor më të ri. Përsa i përket përgjithësimeve, telefoni ka nisur jetën e tij në Android 15 dhe Samsung premton deri në 6 vite përgjithësime madhore për serin A26. Kjo pavarësisht procesorit që ju zgjidhni. Pra, edhe nëse shkoni me procesorin, le të themi, më të vjetër, që është Exynos 12810, ju përsëri do merrni 6 vite përgjithësime. Ndërsa A25 që ka po të njëjtin procesor do marrë 4 vite përgjithësime. Bateria e këtij telefoni është 5000 mAh dhe ky model suporton karikimin e shpejtë me fije 25 W. Vlen dhe për të theksuar fakti që telefoni ka një IP rating IP67, që do të thotë telefoni është rezistent ndaj pluhurit dhe ujit. Në ujë telefoni mund të rezistojë deri në thellësinë 1 metra për 30 minuta. Telefoni është ndërtuar me xham në pjesën e mbrapme dhe korniza është plastike. Çmimi i Samsung Galaxy A26 5G është rreth 230.000 lekë vjetra ose rreth 230 euro në varësi të konfigurimit që ju zgjidhni. Faleminderit.